cila do të ketë sonte më shumë energji. Golden Eagle apo Go Plus mbetet të shihet pas këtyre 40 minutave që presim të jenë fantastike, basketbolistike, direkt nga folea e basketbolit të Randës, adhurues të basketbolit në Artmotion, platformën numër 1 të sportit në Shqiptari, ku do qeni duke na shikun këtë qaste Kosovë-Shqipëri, trojtona etnike Evropa po Amerikë Mirëserët në derbin e Gjirës 23, Bamford, Thomas, Sabeckis, Kastrati dhe Smith. Janë pesha startuese e yllit, në anën tjetër për pejën do startojnë Lapi, Mala, Edwards, Williams dhe Daquan Bracey. Nga ora 20 në paljestrën 1 tetori do të ndeshët me Sigal Prishtinën në derbin lokal dhe dueli fillon i papërshtatshëm i cili ka luajtur për gjigantët e evropian dhe kampionët e Evropës si Zalgirisi. Me të parën atje, kërkon edhe faul Bamforti. Shkoja atje prej Brezovicës e lansoj dhe e qëlloj. Çfarë treshe Bamfortit në start. Mala përgjigjet në anën tjetër në treshe me treshe. Ka luajtur në top ligat evropiane për mrekulli, asistim atje nga Bracey. Bukur e mbyll Sabeckisin dhe mbledhët atje me njëherë të Tyreek Smith. Erioni e shpëton këtë top për Bamfortin, i cili lanson edhe një treshe. Ka vendos sonte prej Himalajeve me bomba. Lapi tenton mbi Thomasin, edhe njëherë Edwards më i larti në kërcim në sulm i dyti. Bracey për mrekulli atje. Mala, Edwards po vazhdon me lojën fenomenalit të ti, sikurse edhe kundër Trepçës. Për mrekulli, vjen tani edhe treshja. Bamford për Tyreek Smithin, rolling i bukur atje, nuk realizon Dustin Thomas lufton. Tyreek Smith i vetë mohueshëm, luftarak e shpëton këtë top në sekondën e fundit. Edhe një treshe Scott Bamford. Nga 3 personale, në fakt ylli e ka plotsu bonusin. Pas ato bukur atje Musa Mala i arzakonshëm shkon me tenton me e kthya top të vjedhur. Çfarë lëvizje mashtruese e Scott Bamfortit, 12 pikë të Bamfortit, 4 treshe të ti edhe një. Arti Hajdari nga distancë e madhe dhe në stil të Scott Bamford kundër sulmin shpejt Gray. Mala tenton mja vjet Liz Shoshi vetmuar me 3 pik, time out kërkon trajneri Damir Milačić. 26 me 21. Çfarë presioni po bëjnë lojtarët e Golden Eagle yllit, mirë po ish mangët presionit në anën tjetër për treshe Sabeckis. Për mrekullia shek Gzim orinën kësaj radhe, Gzimi tenton dhe realizon në treshe me treshe. Edwards dhe Uso, bukur atje, Caesar Edwards i qoj në hava. Dhe kjo është kërcimi i 8 në sulm i Pejës. Ema në fund atje, depërton dhe realizon Sabeckis dhe Musabi luftojnë atje. Erioni vetmuar tenton dhe treshen e realizon për e përsin më të thellë prej. Mirë po, Tyreek Smith e përmirësoj pas kërcimit në sulm dhe tani depërton edhe një arzakonshëm, një lojtar shumë i falenderueshëm Donata Sabeckis. Erion Kastrati i pagabueshëm është Erioni sonte. Çfarë loje nga Erion Kastrati, 48 me 33 pas kësaj një seri prej 9-2 në start të këtij çereku. Musa Mala për mrekullim mbi Tyreek Smithin dhe do të kemi tani inkuadrimin e 2 lojtarëve shtatlartë, Logan Rout dhe Dejon Davis. Në tjetër Tyreek Smith. Edhe një herë pick and roll me Sabeckisin, shkon dhe e ngulit atje
në mënyrë monstruoze Tyreek Smith për 52-37. Kërkon mbrojtje e jashtëzakonshme zonale, shikoni se si lëvizin atje lojtarët e Golden Eagle Lyllit, mirë po për mrekulli atje Sabeckis edhe 3 sekonda. Çfarë koshi Sabeckisit prej çfarë pozite. 58-42, treshe Sabeckisit. Arti Hajdari, edhe ai përgjigjet. Në anën tjetër për Erion Kastratin. Bamforti vetmuar tenton dhe treshen e realizon. Kaluar kampionja dhe nën kampionja i kanë siguruar 2 pozitat e para startuese. Arti Hajdari, Gzimorina i shmangët presingut, Grej shkon deri në fund, deporton dhe me tabel 2 fishohet atje. I shmangët 2 fishimit, Gzimorina për mrekulli në diagonale. E kjo i irritoi bankën e Pejës. 71 me Erioni nuk ngutët në mënyrë të sigurt. Tani Erioni me 3 pikë dhe kjo është huqja e parë e Erionit. Mirë po Scott Bamford. E pare kishte fituar Peja 76 me 71 adhurës të Basko. Dhe tani vjen me treshe edhe Grain. Shkojnë deri në fund. Tyreek Smith. Dhe ndeshja këtu përmbyllet me fitoren e Golden Eagle Lyllit me rezultat 81-62 me 24 pikë për tyre, 6 treshe dhe 6 asistime. Më i miri Scott Bamford MVP këtij dueli.